Para se të mbusë 7 vjeç, luaj me top të garazhit, bëja pasa, bëja xhonglime. Unë me prindërit filluam të kërkonin në ekip për vajza, por nuk gjetëm dhe u detyrova që të shkoj me një ekip me çuna. Unë jam shumë e lumtur që mami, por sidomos babi, më ka mbështetur gjithmonë. Unë dëshiroj që kur të rritem të luaj me kombëtarën dhe me ekipin tim të zemër që është Tirana. Baba im ka 2 vajza, me profesion është mekanik, edhe i kanë thënë shumë herë që sa gjëna që nuk keni djalë, ta kishe kaluar zanatin tante ai, t'ishte bërë një inxhinier. Me kompaninë time Timak, ne kemi prodhuar ambulanca, zjarr fikse, makinë policie, kështu që baba im nuk ka nevojë për një djalë, se unë vetë u bëra inxhiniere. Prej moshës 18 vjeçare jetoj në fshatin Sotir, një fshat që ka qenë i braktisur gjatë luftës së dytë botërore. Duke ngritur biznesin Farma Sotira, ne i dham jetë asaj zone përsëri. Pa vajzat dhe gratë e zonës nuk doja kisha dalë dot. Ato janë një pjesë shumë e rëndësishme të biznesit tim. Vajzat dhe gratë rurale e shikojnë qytetin si një mundësi për një jetë më të mirë. Dhe për mua kjo është gabim. Mundësitë janë dhe në zonën tonë. Nga që nuk kishin kushtet ekonomike dhe nuk kisha mundësi të mësonja shkrim e këndim që të shkronja në shkollë, dhe kjo më ka ngelur peng për gjithë jetën time. Mora vesh që unë në TP e ofronte kurse për shkrime dhe këndim. Unë isha e para nga ato gra që dhash iniciativën që po duhet të vijnë, se dhe gratë janë pak të ndrojtura në komunitetin tonë. Kur isha e vogël, gjithmonë shikoja avionët në qiell dhe mendoja, një ditë do të drejtoj një avion. Kur aplikova në shkollën e pilotimit, trajnimi ishte shumë i vështirë. Fillimisht më shikuan me shumë dyshime, sepse ky profesion zakonisht është për meshkuj. Fluturimi i parë ishte shumë i vështirë, por unë ja dola me sukses. Duke paraftësitë e mia dhe shpirtin tim luftarak, trajneri më ka vënë një rol kryes qendërmbrojtëse dhe pse jam në një ekip me çuna. Kjo fushë biznesi dominohet nga meshkujt, por kompania jonë është 70% vajza dhe drejtohet nga një vajzë. Edhe pse në moshën 38 vjeçë më është dhënë mundësia të mësoj shkrim e këndim, nuk është asnjëherë vonë. Për vajzat e gratë rurale, unë kam mesazhin që ato duhet të kenë besim te vetja. Bota mund të thotë jo, por ti hap krahët dhe fluturo.